qershori i qershive po shkel gjysmën e pragut të vetvetit. Kur themi qershit, ne të vjetrit kujtoj muzinën, dhe kur kujtoj muzinën, nuk ka si të mos sjellin ndërmend Panajot Zoton, i cili është një bir i denj i këtij fshati. Panajot Zoto është një nga ata të shumë të bitë që kanë nxjerrë fshati i Muzinës, i cili rezaton me punën dhe me krimtarinë e tij, jo vetëm për fshatin, jo vetëm për krahinën, jo vetëm për jugun, por e them me bindjen më të plotë se Panajoti me krimtarinë e tij zë një vend të rëndësishëm në letrat, në letërsinë shqipe. Qershori është muaji 6 nga numri i muajve. I 6-ti është edhe ky pronovim që bëjmë ne si klubi i krijuesve jonian për këtë vit. Në 6 qershor, Panajoti ka edhe ditëlindjen e tij. Në 6 qershor mbetet ajo pano. Dhe unë, Panajoti, në 6 qershor të vitit 2026, mbushi 85 vjeç si kohë kronologjike, ndërsa si moshë fizike edhe energjike, aty të 64-65 në prag të pensionit është. Panajot, të urojmë edhe 100 me shëndet, me suksese, mes familjes tënde u shekullofsh. Klubi i krijuesve jonian ka menduar që për ditëlindjen e tij, ti japim Panajotit një medalje mirënjohje për kontribute të veçanta në veprimtarinë e klubit të krijuesve jonian si sekretar i këtij klubi. Republika e Shqipërisë, klubi i krijuesve jonian Saran, mirënjohje i jepet Zotit Panajot Zoto për kontribut të veçantë në veprimtarinë e klubit të krijuesve jonian Saran. Pano. Të dorën njërë. Ta gëzosh. Me thënë të drejtën, të gjitha i dija, këtë nuk e dija. Ta gëzosh. Të falenderit shumë. Ka lezetin e tajles. Të nderuar pjesëmarrës, klubi i krijuesve jonian në bashkëpunim me shtëpinë botuese Toena të zonjës Irena dhe zotit Fatmir, të cilët i kemi të pranishëm dhe në nderojnë me pjesëmarrjen e tyre, organizon pronovimin e romanit të fundit të Panajotit, që ka titulluar Liana, që një pjesë e ka në duar, një pjesë e ka lexuar, dhe është i 9 nga numri i librave që Panajoti ka shkruar. Panajoti në një hark kohor 7 vjeçar, nga viti 2019 që botoi librin e parë, dhe në vitin 2026 ka botuar 9 libra, 5 romane, 2 libra me gazetari, 1 me tregime dhe skica të shkurtra letrare, dhe 1 e ka me histori dhe studime. Unë ju falenderoj për pranimin tuaj, ashtu si që gjej rastin të falenderoj edhe Bashkinë Saran, e cila na ka vënë në dispozicion galerinë e arteve si ambient për të zhvilluar këtë aktivitet, drejtorin e kësaj galerie zotin Lefter, si që falenderoj të palodhurin Limozin i Sarandës Sueb, i cili nuk ka lënë aktivitet që nuk e ka përcjellur
pa asnjë interes, pa asnjë përfitim material, vetëm në saj të pasionit dhe këmbguljes së tij për të promovuar kulturën dhe aktivitetet tona. Ky roman është një tekst i shkruar që lëviz mes dëshmisë, prozës së bukur, kur ndihet aroma poetike dhe kujtesa kolektive e një kombi për mirënjohje, cilësi e kombeve fisnike si ky yni. Ky roman është një koperturë mrekullueshme e dëshmisë se populli tonë emigrant i detyruar nga këtë qeverisjet e njëra pas tjetrave, na thot, nëse do të ndjesh e të kuptosh marrëdhëniet miqësore mes dy popujve gjiton, mjafton të ulesh në një tavolinë ku han e pin ca shqiptar, qofshin dhe emigrant, qofshin e jo emigrant, me disa nga popullsia greke, të cilët atë tavolinë e kthejnë në tavolinë miqësie, gëzimi, hareje, lumturie, pa dalluar asgjë nga njëri tjetri, pa asnjë kompleks në vlepsim, pa asnjë ndroj nga fet, por në qoftë se do të shikosh marrëdhëniet jo të sinqerta, jo transparente, jo në shërbim të miqësisë, shiko marrëdhëniet që bëjnë politikanët dhe qeveritarët tanë me ata grek, të cilët janë në antitezë të plot me dy popuj tanë, që janë dy popuj historikisht, tradicionalisht, miq dhe nga një të rrënjë. Unë për romanin e Panajotit, Liana, ne kemi bizetuar shumë herë se klubi i krijuesve Jonian, një nga vlerat që ka, është një shtëpi ku her pas here mblidhemi, shkëmbejmë nga një kafe dhe flasim për krimtarin, jo vetëm e antarëve të klubit të krijuesve Jonian, por të gjithë krijuesve të e fundit të Panajotit. E them jo për t'i bërë qefin Panajotit. Panajoti është një penë e stërvitur që ka një jetë të tërë, që ullet e shkruan. Të gjitha libra që ka botuar, të gjitha janë cilësore dhe kanë vlerat e tyre. Por, nga ana e vlerave artistike, libri Liana, nga të gjithë neve që kemi diskutuar në mënyrë unanime, e kemi cilësuar librin më të mirë dhe ky është një sukses, sepse shkallët e arritjeve artistike të pendës së Panajotit vinë duke u përsosur. Unë do të flisja shumë e shumë, por me qenë se kam për të referuar edhe një temë të një shoku tjetër, këtu e mbyll fjalën time duke i uruar Panajotit shëndet e suksese dhe ftoj Natasha Xhelilin, e cila është një antare kryesisë e klubit të krijuesve Jonian dhe një penë me të vërtet shumë e fuqishme dhe spikatur. Urdhëro, Natasha. Romani Liana i Panajot Zotos është një vepër që ndërthur fatin individual të personazheve me zhvillimet e mëdha historike dhe shoqërore që përjetuan Shqipëria dhe Greqia në fund të shekullit të 20 dhe në fillimin e shekullit të 21. Në qendër të veprës qëndron Liana, një grua e cila përballet me sfida të shumta personale dhe shoqërore, por që njëkohësisht shndërrohet në një simbol të qëndresës, humanizmit dhe shpresës. Përmes historisë së saj, autori trajton probleme të rëndësishme si emigracioni, trafikimi i vajzave shqiptare, martesat e imponuara, paragjykimet shoqërore, krizat ekonomike dhe përpjekjen e individit për të ruajtur dinjitetin njerëzor. Një nga aspektet më të rëndësishme të romanit është paraqitja e realitetit historik dhe shoqëror. Ngjarjet zhvillohen në një kohë kur Shqipëria po dilte nga izolimi komunist dhe po hynte në periudhën e vështirë të tranzicionit demokratik. Kjo periudhë paraqitet jo si një proces i qetë, por si një kohë e mbushur me pasiguri, varfëri dhe zhgënjime.
Në roman shfaqen vazhdimisht pasojat e ndryshimeve ekonomike dhe sociale, të cilat ndikojnë drejt për drejt në jetën e personazheve. Autori e zgjeron këndvështrimin e tij edhe përtej kufive të Shqipërisë. Në një nga fragmentet e romanit, Liana lexon në gazetë për krizën ekonomike në Greqi. Përmenden problemet e papunësisë, ulja e pensioneve dhe pagave, si dhe largimi të rinjve drejt vendeve të tjera në kërkim të një jete më të mirë. Kjo tregon se autori nuk e sheh krizën si një problem të izoluar kombëtar, por si një fenomen që prek mbar shoqërinë moderne. Në këtë mënyrë, romani fiton një dimension më të gjerë dhe shndërrohet në pasqyrë të shqetësimeve të kohës. Një temë qendrore e veprës është emigracioni. Përmes personazheve të tij, Panajot Zoto paraqet vështirësitë me të cilat u përballën emigrantët shqiptar në Greqi. Emigracioni nuk paraqitet thjesht si largim nga vendlindja, por si një proces i vështirë përshtatjeje, i shoqëruar me paragjykime, pasiguri dhe luftë të vazhdueshme për mbijetesë. Personazhet e romanit detyrohet të ndërtojnë jetën e tyre në kushte të reja, shpesh herë duke sakrifikuar ëndrat dhe dëshirat personale. Ndër plagët më të rënda shoqërore që trajton autori është trafikimi i vajzave shqiptare. Nëpërmjet historive të tyre, romani denoncon një nga fenomenet më tragjike të viteve të para të tranzicionit. Vajzat paraqiten si viktima të mashtrimit, të dhunës dhe të shfrytëzimit, ndërsa shoqëria shpeshherë tregohet e paaftë për t'i mbrojtur. Megjithatë, autori nuk ndalet vetëm te paraqitja e tragjedisë. Përmes veprimtarisë së Lianës dhe bashkëpunimit të saj me një aktore greke, romani paraqet edhe përpjekjet për të ndihmuar dhe rehabilituar këto vajza. Pikërisht këtu shfaqet një nga mesazhet më të rëndësishme të veprës: besimi te solidariteti, humanizmi që mund të triumfojnë mbi padrejtësinë. Një dimension tjetër i rëndësishëm i romanit është trajtimi i pozitës së gruas në shoqëri. Vetë historia e Lianës përbën një dëshmi të kufizimeve që i imponoheshin vajzave nga tradita dhe mentaliteti patriarkal. Ajo dashuron një djalë, por familja detyron të martohet me një person që nuk e ka zgjedhur vetë. Në një moment rrëfimi, Liana shprehet: "Ishte vendimi i babait tim." Kjo fjali e shkurtër përmbledh gjithë dramën e personazhit dhe njëkohësisht pasqyron një realitet që ka ekzistuar për shumë vajza shqiptare. Martesa nuk paraqitet si rezultat i dashurisë dhe zgjedhjes së lirë, por si pasojë e një fjale të dhënë vite më parë nga prindrit. Në këtë aspekt, romani paraqet konfliktin ndërmjet traditës dhe lirisë individuale. Liana bëhet zëri shumë grave që janë detyruar të sakrifikojnë dëshira dhe lumturinë personale për hir të zakoneve apo vendimeve të tjerëve. Përmes saj, autori mbron të drejtën e individit për të zgjedhur vetë fatin e tij dhe kritikon normat që kufizojnë lirinë njerëzore. Nga pikpamja artistike, romani karakterizohet nga një përdorim i gjerë dhe i suksesshëm i dialogut. Dialogut nuk shërbejnë vetëm për të çuar përpara ngjarje, por edhe për të zbuluar karakterin e personazheve dhe konfliktet e tyre të brendshme. Në bisedën mes Lianës dhe Albanit, lexuesi zbulon gradualisht dramën e martesës së imponuar dhe pasojat që ajo ka lënë në jetën e tyre. Fjalitë e shkurtra të ngarkuara emocionalisht krijojnë një tension të brendshëm që afron lexuesin me personazhet. Po aq do me thonës është dialogu në skenën e revoltës qytetare. Thirrje të tilla si "këta maskarejnë po na mashtrojnë" dhe "do t'u vëm flakën zyrave" shprehin revoltën e turmës ndaj mashtrimit dhe padrejtësisë. Këto replika të shkurtra japin ritëm, dinamizëm dhe autenticitet rrëfimit, duke krijuar atmosferën e tensionit social që karakterizonte periudhën e tranzicionit. Një rol të rëndësishëm luajnë edhe përshkrimet. Ato nuk janë të gjata apo të ngarkuara me detaje të tepërta, po përqendrohen në elemente më domethënës të realitetit. Përshkrimet e krizës ekonomike, të emigracionit, të revoltave qytetare krijojnë një sfond realist dhe bindës. Përmes tyre, lexuesi ndjen pasigurinë, anksin dhe zhgënjimin që përjetojnë personazhet. Përveç realizmit, autori përdor her pas here dhe figura stilistike që pasurojnë gjuhën e romanit. Një shembull i goditur është krahasimi. Shembull: korridori i ngjante një kazani ku zjente zemërimi. Në këtë figurë, zemërimi kolektiv materializohet në një imazh të fuqishëm dhe të prekshëm. Po kështu metafora ëndra u ishte prerë në mes,
shpreh një mënyrë të përmbledhur zhgënjimin dhe humbjen e shpresës së personazheve. Në fragmentet e tjera vrehen gjithashtu epitete, elemente tingëllore që japin gjallëri dhe forcë emocionale rrëfimit. Një veçori e rëndësishme e romanit është optimizmi, që e përshkon atë nga fillimi deri në fund. Megjithse autori trajton probleme të rënda si trafikimi, emigracioni, varfëria, mashtrimet financiare, martesat e imponuara, ai nuk bie në pesimizëm. Ndërkohë që jeta nuk është në të vërtetë kaq e bukur. Përkundrazi, në qendër të veprës qëndron besimi tek njeriu dhe tek aftësia e tij për të ndryshuar realitetin. Liana nuk mbetet e mbyllur brenda dhembjes së saj personale, por angazhohet për të ndihmuar të tjerët. Kjo zgjedhje e personazhit përbën edhe mesazhin kryesor të romanit. Njeriu fiton kuptim jo vetëm duke luftuar për veten, por edhe duke u bërë mbështetje për të tjerët. Për nga tematika, fryma dhe mënyra e trajtimit të problemeve shoqërore, Liana mund të krahasohet me disa autorë shqiptar, por jo në stilin artistik, në kuptimin e ngushtë, sesa për interpretimin ndaj fateve njerëzore dhe problematikave sociale që trajton. Krahasimi me Dritora Gollit mund të bëhet për interesimin ndaj njeriu të zakonshëm, pra vendosjes si personazh kryesor një njeri i zakonshëm dhe problemeve të shoqërisë. Ashtu si të romanet dhe tregimet e Agollit, edhe te Liana personazhet vendosen përballë ndryshimeve historike dhe morale të kohës së tyre. Të dy autorët ruajnë një besim të fortë te vlerat njerëzore pavarësisht vështirësive. Me Nasi Lerën u afron trajtimi i dramave familjare dhe psikologjike, veçanërisht vendi që zë gruaja dhe konfliktet mes dëshirës individuale dhe normave shoqërore. Nga tematikat e tranzicionit, emigracionit dhe pasigurive të periudhës pas komunizmit, romani mund të afrohet me veprat e Fatos Kongolit. Megjithatë, ka një dallim të rëndësishëm. Kongoli zakonisht krijon një atmosferë më të zymë dhe ekzistenciale, ndërsa Panajot Zoto ruan një ton më optimist dhe humanist. Në përfundim, Liana është një roman me vlera të dukshme shoqërore, historike dhe artistike. Ai ndërthur historinë personale të një gruaje me historinë e një shoqërie që kalon ndryshime të mëdha duke trajtuar tema si emigracioni, trafikimi, martesat e imponuara, krizat ekonomike dhe solidariteti njerëzor. Përmes një gjuhë të qartë, dialogëve të shumtë, përshkrimeve realiste dhe figuracionit të matur, Panajot Zoto arrin të krijojë një vepër që jo vetëm pasqyron realitetin e një kohe të caktuar, por përcjell një mesazh të fuqishëm, humanist dhe optimist për lexuesin. Faleminderit, shumë urime Panajot, suksese, presim vepra të tjera. Kalon goja. Urime. Shkrimtari dhe miku ton Thomas Terio ka përkthyer një libër nga shqip në greqisht me këngë populore të popullit shqiptar dhe titullin ja ka dhënë Dikush këndon pas shpinës tonë, pas kufirit. Fshatin e Panajotit me Dhrovjanin Evangela Gorës i ndan një mal. Ftoi Vangelin, një personalitet tjetër i kulturës dhe i artit, i cili do na lexojë një pasazh nga romani i Panajotit Liana për të na futur në botën e romanit dhe vim tek ajo thënia që për të shikuar një fuqi vere me 200 litra mjafton që të pim edhe një gotë të vogël. Urdhro Zoti Evangel. Toka ishte lagur nga shiu i buti ati mëngjezi, dhe rreth në ngjyrën gri të qiellit Athinës nisën përtushëm udhëtimin drejt veriut të hutuara si të kishin larë në katët. Që zërin? Liana zbriti nga taksia kujdesshëm me një hap të matur, të lehtë, sikur të ecte mbi pupla kaloi rrugën veshur në të dy anët me një lulërit pafund gjyësh dhe hyri në qytetin e madh të përtejetës. Eci në për korridorët e ngushta të parcelave me varet e mermerta, jo me atë solemnitetin e zakonshëm dhe hijeshin që jepte trupi saj në përditshmërinë e lëvizjeve, por lehtasi, që të mos gjonte nga gjumi banorët e nën tokës. Ecte si një hije zezë, veçhapur, për të ndjerë dhimbjet
dhe dëgjuar ohjet e tyre. Ja thoshte zëri i brendshëm i mallit pashuar se atje poshtë, atyre mira mermerve, ku së donte një ftohtësi heshtëse që fuste në botën e mosforsve, do të shfaqej si një hije furfuritëse imazhi i zonjës. Vari me mermerin në ngjyrën e trëndafilave të kopshit të saj ishte në parcelën e dytë, pak në pjerësi me pamje nga lindja. E kishte mbushur vitin që prehej poshtë atij mermeri. Sot ishte ditë e saj. Liana me tufën e trëndafilave në dorë përshkoi rrugën e parcelës së parë dhe ngjiti shkallëzat që të çonin atje në banesën e re të botës qiellore, ku kishte fluturuar dhe prehej shpirti i saj. Afroi buzët mbi fotografinë me turiz ngjyrari, i përbashkoi ato me sytë poshtë xhamit dhe fshirëtim. Ju duk si kur dikush foli, dëgjoj t'i thoshin, bëre mirë që erdhe. Ishte zëri zonjës Pirhiani. I fliste sa herë Liana vinte pranë saj e heshtur, e përkulej pastaj mbi atë pllak mermeri dhe mërthente vështrimin atë fotografi që vete kishte përzgjedhur nga qindra foto të albumit për t'ia lënë aty, në shtëpinë e jetës së përjetshme. Vështrimi ju lingëzua dhe lotët i rodhen mbi gjelatinën e syve si t'ishin pika shiu që zbrisin qelat nga qielli i gri asaj dite. Erdha dhe do të vi për herë. Do të sjell trëndafila nga kopshti ynë, që të ndihesh bashkë me aromën edhe rrahjen e zemrës time. Të shikosh ylberin e ngjyrave të dashurisë brenda meje, sepse ke qenë e veçantë për mua. Ishe një frymëzim. Fliste heshturezi Liana me kokën mbështetur mbi mermerën. Fjalët i buronin nga thellësitë e qenies. Ishin fjalë malli, fjalë shpirti. U mlodh brenda vetes nga tundimet e frikës, e la tufën e trëndafilave mbi kryqin e argjend dhe u largu. Urime bana. Panajoti, të gjitha botimet e librave të tij i ka bërë të shtëpia botuese tojna. Fjalën e ka Irena, edhe kjo një vajzë e krahinës tonë, e cila do thot mendimin e saj për këtë libër. Urdhëroj Irena. Përshëndetje gjithë. Gjithmonë me shumë emocion kur vi në Saran apo në Berlin, sepse është vendi ku u linda, u rita dhe u edukova. Pikërisht nga njerëz të tillë si Panajot Zoto, si Vangela Gora, në skenën e të cilit kemi luajtur dikur si gjimnazist, janë pikërisht njerëzit që na formuan me dashurinë e tyre për artin, për kulturën, por sidomos për ndërgjegjjen e pastër qytetarëve. Dhe Panajot Zoto, që sot apo pak ditë më parë ka mbushur plot 85 vjet, është nga ata njerëz të cilët dallojnë shumë për ndërgjegjen e tyre të lartë qytetare mbi të gjitha, për talentin me të cilin ka shkruar këto libra gjithashtu, por në radh parë në ndërgjegjen time ai është një gazetar me antena shumë të mprehta të gazetarit të vërtet, që ka shkruar për vite të tëra dhe që ka pasqyruar realitete apo problematika në mediat e kohës. Por këto vitet e fundit, 7 vitet e fundit, ai ishte mbarsur me histori të cilat kërkonin një tjetër teren për t'u shprehur, dhe mendoj që romani apo tregimi, skicat ishin një nga mënyrat më të mira që ai të pasqyronte këto histori në një këndvështrim shumë artistik. Dhe Liana, besoj, të fortët dhe Liana janë nga romanet e tij që spikasin edhe për një mënyrë shumë të hollë të shkruari, e cila barabitet, si tha zonja Xhelili, me stilin e autorëve shumë të mëdhenj shkriptar që kanë shkruar gjatë gjithë këtyre viteve.
Në këtë roman, ai ka arritur që të fusë jo thjesht një liana, ka arritur të mendoj si një grua, ka arritur të shikoj botën me sytë e saj dhe të shikoj atë vetë në një mënyrë krejt të veçantë që një burrë rrallë bën, e kanë bërë të pak shkrimtar në letërsinë shqipe. Dhe Panajot Zoto ka guxuar ta bëjë atë nëpërmjet personazheve të këtij libri, por sidomos personazhit Liana, të cilën e vendos në situata të ndryshme, mbase jo i njëjti njeri do jetonte të gjitha situatat që ka jetuar kjo grua nga viti 90 e këtej. Mund t'i kenë jetuar njerëz të ndryshme këto situata. Mund të kenë qenë familje të ndryshme që kanë pritur edhe popullin e Kosovës në Saran dhe kanë përcjell atë, i kanë dhënë fuqi për të jetuar më tutje. Mirë po, Panajoti ka ditur ta qëndis këtë në të njëjtin personazh që e lidh me fije me shumë personazhe të tjerë. Përveç këtij romani që është i fundit dhe për cilin e duhet flasim, paraardhësi i tij ishte një libër shumë i rëndësishëm i Panajotit. Një libër që do të thoshe ai nëpërmjet tij shleu një peng të jetës vet, i riktheu vendlindjes të gjithë dashurinë, mirënjohjen që kishte marrë prej saj në fëmijëri e duke e në rinin e vet. Ky libër, i cili është prezantuar me sa di edhe në mes të Athinës, mes bashk atdetarëve të tjerë të Panajotit, ka pasur një pritje të jashtëzakonshme pikërisht për këtë, për lidhjen me vendlindjen, që qenë ka shumë e rëndësishme për gjithë ne. Prandaj e uroj Panajotin për krijimtarinë e vet, e falenderoj që ka bashkëpunuar me Toenën gjatë këtyre viteve, e falenderoj për shembullin e tij si njeri në radh parë dhe pastaj si krijues, ju falenderoj ju si Klub Libri, që mbani gjallë këtë kulturën e të lexuarit, të prezantuarit dhe të nxitjes së njëri tjetrit për të bërë punë të bukura, siç janë këto të librave. Falenderoj Galerinë e Arteve dhe zotin Lefter për mikpritjen, Bashkinë e Sarandës sigurisht, dhe gjithë ju që u bët pjesë e këtij aktiviteti shumë bukur. Edhe 100 Panajot, pa gjithmonë gëzime dhe krijimtarit begat. Rafsha. Marr shkas nga fjala e Irenës, që u them Irena, që klubi i krijuesve jonian, promovimin e krijimtarisë së krijuesve tanë, po jo vetëm të krijuesve tanë, po të krijues të zonës tonë, të Shqipërisë, jashtë viseve shqiptare, e ka në moton e punës së tij dhe vetëm gjatë 5 viteve të fundit ne kemi bërë mbi 60 aktivitete promovuese. Është kënaqësi e imja, u a them me sinqeritet, që si kryetari klubit të krijuesve jonian, të kem në njërin krah nën kryetarin që është Panajot Boli, në krahun tjetër të kem një tjetër Panajot që është sekretar Panajot Zoton, dhe pasandaj Natashën edhe Agronin, të cilët së bashku në mënyrë kolektive po bëjmë. Të lutem, bani qetësi, ju lutem. Tani ftoj Panajot Bolin për të referuar për librin. Të flasin si din të flasin Panajoti për Panajotin. Ju lutem, dëgjojmë ta. Është më të vërtet sot një kënaqësi të flas për romanin Liana të Panajot Zotos. Para ca kohësh botova një opinion për këtë libër, por sot do ta shikoj në një pozicion tjetër, që është pak i veçantë, poezia në romanin e Panajot Zotos. Shpeshherë ne mendojmë se çdo gjë është e bukur, dhe vetë jeta është një poezi. Dhe për këtë shpesh e pasqyrojmë. Romani i Panajot Zotos, Liana, është më të vërtet një poezi e vërtet për jetën. Se si ka thënë një poet i madh, poezia është dashuri e rijetuar.
Dhe me të vërtet, është një poezi e rijetuar nëpërmjet personazheve. Në fund të opinionit tim, për radhën e parë që shkrova, thash që libri Liana e Panayiotis Zotos po hyn në një nga fondet e letërsisë shqiptare me peshë. Pse e them këtë gjë? E them se në këtë libër ne shikojmë një libër që me të vërtet ka spikatur mjeshtria artistike e Panayotit. Themi që është poezia, kuptohet që poezia nuk duhet të bëjë leksione, është ajo që shpreh një diçka të bukur. Dhe gjithë jeta e njeriut është një poezi e tillë se thur ëndra, dëshira dhe përpiqjet me çdo mënyrë. Pra, ta shikojmë këtë roman në prizmin estetik, shija që na jep mënyrë emocionale e perceptimit të tij. Thash që e pash në këtë aspekt sepse gjithmonë nisemi nga tematika dhe vërtet që të pasqyrosh një periudhë të tillë në shpirtin e personazheve, nga një gjendje e mëparshme, si themi ne, një trung i cili ka nisur të bijetoj dhe mbi këtë trung u shartua dhe filloi një jetë tjetër e re. Kjo është mënyra e perceptimit të romanit Liana të Panayiotis Zotos. Romani është një ndërtesë. Dhe vërtet është një ndërtesë në të cilën jepet arkitektura e jetës së shpirtit të njeriut. Por ama në këtë arkitekturë shkëlqimin e jep Suvaja. Finoj që jep ti kësaj Suvaja. Dhe lirizmi i Panayiotis Zotos në këtë roman i ka dhënë një shkëlqim dhe kjo është ana poetike dhe që i ka dhënë shumë dritë këtij romani. Që pari dëgjuat një fragment nga Vagela Gora, në të cilën është një prozë poetike në të cilën shprehet poezia e këtij romani. Por ama shkëlqimin na jep Finoja, them, lustrimi i fundit, një finesë. Kjo Finoja në këtë ndërtesë që quhet roman është lirizmi poetik. Kur korri një ar me grur, zakonisht gruri brenda ka vegër, në të cilën shpesh nuk i shpejtojmë këtë. Edhe Panayoti në romanet të tjera, edhe në shkrimet të tjera, në librat të tjera, nuk i ka shpëtuar stilit gazetaresk. Por, në këtë roman në fundit, themi që gruri është i pastër. Nuk ka shumë më gjë. Domethënë, ka rritur nivelin artistik në nivelet të tilla që romani më të vërtet është një peshë në letërsinë shqiptare. Tjetër, çfarë mund të themi? Mund të themi se në peizazhet të cilat autori i ka kushtuar në roman, plotësojnë gjendje shpirtërore, qoftë nëpërmjet pasqyrimit të brendshëm, por edhe nëpërmjet natyrës. Thashë njëherë, unë zgjodha shumë nga këto peizazhe të bukura, të cilat futen në pjesën e anës poetike, një prozë poetike, është vetë jeta poetike. Jeta është poezi, them, thur ëndra, shpresa, guxon, të rivendos marrëdhënie të reja në përshtatshmërinë e jetës saj. Ndaj dhe romani Liana është një poezi, është një ringritje dashurie njerëzore. Brenda një stili, se romani ka një stil narrativ shumë të bukur, të rreqës. Dhe të gjithë ata që lexojnë nuk shkëputën sepse ngjarjet janë lidhur në mënyrë të tillë, por ama plotësohen ky kuadër, plotësohet me përshkrimet e natyrës dhe gjendjes shpirtërore që i japin bukuri këtij stili narrativ të autorit. Proza poetike ku përshkrimet e botës shpirtërore të personazheve, përshkrimi i natyrës shkojnë dhe çojnë anën emocionale. Kjo ka rëndësi brenda një vepre letrare, të kapësh mënyrën
dhe perceptimin e gjendjes emocionale në çdo pozicion, qoftë në një gjendje të rënduar apo në një gjendje lumturie. Unë do thosha që gjithë romani, simboli poetik është vila. Vila në të cilën një aktore, si që është Pirami, percepton jetën në mënyrë simbolike nëpërmjet trëndafilave. Ajo shpresa, ato janë ëndrat e gjithë njerëzve për një bashkëjetesë, për një humanizëm, për një dashuri, të cilën Panajoti ka kushtuar një vëmendje të veçantë këtij elementi. Gjithmonë i është rikthyer galerisë së arteve, figurave, trëndafilave, ngjyrave të saj, dhe duke dhënë më të vërtet anën poetike të dashurisë për jetën. Prandaj them që romani përshkruhet nga poezia. Dhe kur them poezi, thashë njëherë ëndra, dëshira që thurr njeriu për të jetuar. Ana që shet lule është prapë një element poetik, sepse ajo vajza, e cila është një vajzë më të vërtet e varfër, dhe një familje e rënduar, nuk them nga ana tematike tani, them nga ana e simbolit poetik. Ajo nda lule, po ama edhe jeta e saj më vonë nëpërmjet simbolit poetik bëhet një njeri i madh, se përmjet luleve është shpresa e saj edhe ëndra e saj poetike. Them domethënë nga ana konceptimit figurativ të saj. Tjetër, romani nis gjithmonë me një poezi. Cila është poezia e Kyblerit, një nga shkrimtarët më të mëdhenj, sepse jeta jo vetëm që është e ashpër, por është e bukur. Dhe për këtë çdo njeri duhet të guxojë. Dhe ky është hyrja e romanit. Meditimi i kësaj shkrimtare, i kësaj autore, e Dianës ose Lianës, është perceptimi i jetës nëpërmjet vargjeve të Kyblikut. Kjo është pra e lidh me atë që themin romani nis me poezi, dhe do të mbarojmë me atë që diskutoi Vangel, domethënë që sola dhe pjesën, me atë bashkësetimin e varezat me lulet, me atë dritën poetike e dashurisë që përcjell ajo të këtë vaj. Mund të thoshëm shumë gjëra. A nuk është poetike dashuria e humbur e Miroshit me Dianën? Këtu prap është vetë dashuria e jetës, dashurisë. Mund të thosha shumë gjëra, por unë preka vetëm disa gjëra, nuk pasazhet që mund të ilustroja të gjithë këto mendimet, janë shumë dhe nuk dua t'ju lodh me këtë, po them që vetë romani është një poezi për jetën. Dhe kur themi poezi për jetën, poezia është thurja e ëndrave, e dëshirave, e luftës, e ëndrës dhe zhgënjimit për jetën. Panajoti ka bërë një libër, më të vërtet ishte kënaqësi për mua, jo si lexues, po edhe si mësues letërsie dhe si poet, që ta vlerësoj këtë roman me shumë kënaqësi dhe të jap një vlerësim i tij personal në fondin e mirë të letërsisë shqiptare. Faleminderit. Bravo, Panajoti. E lëm goja. Një nga vlerat që kanë këto takime që bëjmë, është fjala e mirë që themi për autorin, se në fund të fundit, cili është problemi i gjithë kësaj pune që bën një krijues? Fjala e mirë. Për fjalën e mirë ka nevojë edhe guri, jo më një krijues që ka shpirtin të butë e të bukur. Unë do lexoj një kumtes që ka përgatitur një tjetër pen e mrekullueshme e klubit të krijuesve jonian, e gjithë rrethit ton me rezatim e theme plot gojën mbar kombëtar e kritikut Timo Mërkuri, i cili në pamundësi për të ardhur na e delegoi për ta lexuar. Metafizika e kufirit në romanin Liana të Panajot Zotos, nga Timo Mërkuri. Romani Liana i Panajot Zotos e hap rrëfimin me një gjest modernist,
Kufiri nuk shfaqet si vije ngrirë në bihart, as si shenje thatë që ndan shtetet, por si një gjendje e brendshme e njeriut, si një dridhje heshtur, që e ndjek edhe kur ai mendon se ka mbetur diku. Që në fillim, lexuesi nuk hyn në një histori e emigracionit, por në një hapësirë ku kufit nuk qëndrojnë më në vend. Ata zhvendosen nga harta në ndërgjegje, nga politika në kujtesë, nga bota e jashtme në mënyrën si njeriu e përjeton veten. Është ky plan metaforik në të cilën unë dua ta përqendroj analizën. Pas trajtimit që i bëra romanit, këtij motivi mbart një qasje të dukshme moderniste, bashkëkohore, ku kufiri nuk funksionon më si realitet geografik, por si metafizik e ekzistencës njerëzore. 1. Në pamje të parë, romani mbështetet mbi një realitet të njohur ballkanik, kufiri Shqipëri-Greqi, lindje pendim, atë dhe emigrim. Por te Panajot Zoto, kjo hapësirë nuk mbetet sfondi i qetë narrativ, ajo fiton një dëndësi tjetër më të brendshme. Kufiri nuk është më vim bihart, por një prag i padukshëm ku trupi kalon ndërsa diçka tjetër mbetet pas. Emigracioni i Lianës nuk është thjesht vendosje jete, por shvendosje e mënyrës së të qenit. Ajo jeton në një vilë Buzdeti në Athinë, por largimi nuk e zbeh atë dheun. Përkundrazi, e afron në një formë tjetër më të brendshme, më të padukshme, shvendoset në kujtesë, në një shtresë që nuk largohet nga vetdia. 2. Forma më intime e kufirit shfaqet në terrenin e identitetit, aty ku njeriu nuk ndan më vetëm vendet, por veten e tij. Rasti Dianës, që shndrohet në Liana Sionis, nuk është thjesht ndryshim emri, është një lëvizje heshtur nën sipërfaqe, ku identiteti fillon të rrëshqas nga vetja e tij e parë. Emri nuk është vetëm shenjë, është kujtesë e jetuar, gjuhë e fëmijërisë. Ndryshimi nuk bëhet me imponim, duke se një përshtatje që ndodh but derisa bëhet e pashmashme. Identiteti në këtë rast nuk thyhet, por riformohet pa zhurmë. Nga kufiri nuk është më vi mes dy vendeve, a hyn brenda emrit dhe fillon të punojë nga brenda. Njeriu kalon kufirin jo vetëm me trup, por me zë, me kujtesë, me mënyrë se si thërret veten. Dhe në këtë kalim humbet diçka që nuk rikthehet më plotësisht, humbet vazhdimsinë e vetes. Këtu mendoj qëndron edhe thelbi i kësaj pjese të romanit. Emigranti nuk është thjesht ai që kalon kufirin, por ai që mëson të jetojë me një ndarje të padukshme brenda vetes. 3. Në planin emocional, Liana nuk jeton brenda një kohe të vetme. Ajo ekziston në një qarje të heshtur mes dy kohëve që nuk e prekin kur plotësisht njëra tjetrën. 4. Në roman, kufiri nuk mbetet i mbyllur në brendësinë e individit. Ai shtrohet mbi trupin e një komuniteti të tërë, duke marrë formën e një ndarje historike që prek kujtesën e përbashkët si një vijë ndarse dhe njerëzit që diku jetonin brenda të njëjtit ritëm shpirtëror, shndrohet gradualisht në dy botë të ndryshme. 5. Në planin familjar, kufiri nuk shfaqet si vije e parë, por si një heshtje e butë që merr forma të zakonshme. 6. Përmes figurës së Albanit, romani hap një nga shqetësimet më të thella të kufirit, atë ideologjik, vijin e padukshme që nuk ndan territore, por mënyrën e të menduarit. 7. Mbi të gjitha shtresat e tjera te kufiri, në roman ngrihet një kufi më i heshtur se të tjerët, më i padukshëm dhe më i pakalueshëm. Kufiri i kujtesës. Ka mundësi të dëgjojmë, lutem? Ai nuk ndan vende, as sisteme, por ndan njeriu nga vetja e tij e dikurshme. Në përfundim, mund të thuhet se në këtë lexim të shumëfisht të romanit të Panajot Zotos, kufiri del përtej funksionit të tij të dukshëm si vijë ndarëse mes hapësirash apo realitetesh politike dhe shndrohet në një strukturë të thellë ku ndërthuren përvoja, ideja dhe fatet njerëzore. Ai nuk mbështetet vetëm me një element të rrëfimit, por në prani të vazhdueshme që përshkon atë nga fillimi deri në fund. Në këtë kuptim, kufiri mund të lexohet si një personazh i padukshëm i romanit, pa trup, pa zë, pa emër, por me një ndikim të vazhdueshëm mbi fatet, zgjedhjet dhe ndërgjegjen e personazheve. Kështu, romani nuk mbyllet me historinë e tyre që kalojnë kufirin, por me një të vërtet më të heshtur,
se njeriu modern nuk jeton për te kufirit, por brenda ti, ai mbete gjithmonë në një gjendje ndërmjetëse, midis lëvizjes dhe mungesës së përkatësisë, midis kujtesës dhe shkëputjes, midis asaj që është dhe asaj që nuk arrin të bëhet plotësisht. Kufiri bëhet metafora e fundit e ekzistencës së tij të pafundme gjithmonë në kalim. Kjo ishte fjala e Timos, i cili është me të vërtet një kritik letrar me vlera për vendin tonë. Këtu ne mbaruam ato diskutime të cilat bëhen zakonisht të porositura për të mbajtur në këmbë një aktivitet. Kush dëshiron, sepse ne të gjitha diskutimet i bëjmë në mënyrë ruse, që e ka lexuar librin, ose ka diçka për të thënë, është i lutur, është i ftuar ta thotë me ngrohtësinë, me sinqeritetin më të madh, pa si ndrojt. Ju faleminderit. Para përshëndetje pranishmëve, pano urimet për ditëlindjen edhe për romanin e fundit që është një arritje lehtësisht. Këtoja slogane dhe nuk dua t'i përsërit. Urime shtëpisë botuese Toena që kam një pranë kryesve të Sarandës. Unë do thoshja shkurt fare, romanim ka pëlqyer për disa detaje, po do përmendja vetëm një që arti ngrihet mbi politikën dhe përvoja politike e Panos vjen në art. Një mikrodialog që bën një artiste greke me Lianën, duke ruajtur autenticitetin e tyre të di palët, qoftë grek kjo shqiptar, i thot, ti e Diana, po unë për respekt alfabetit tim, që nuk e shqiptoj, do të thom Liana. Pra, nuk janë ndron emrin. Kjo është vlerë e këtij romani. Të përshëndes, pano, dhe të uroj. Urdhroni. Ja se... Jo, urdhro, gjepto, hajde. Po, këtu të të shojmë. Një Delvinjo tjetër, Xhevdet Ahmeti, edhe ky shkrimtar i talentuar. E kam lexuar romanin me shumë kënaqësi dhe më pëlqeu nga shmasës. E kam thënë telefonin dhe Panajot. S'kam se të mbaj gjatë, urime Panajot, për krimtarit të tjetër. Bojmë 12 kapitull, në mos gabojmë. Ta siguroj këtë gjë dhe ta bëj lexuesin të vëmendshëm në të gjithë kapitullet. Çfarë do të bëja në një sugjerim ose vërejtje që të dallojmë, mos e vetëm Hosana apo jo. Ja, edhe pak e mbarojën, alo. Edhe pak edhe mbarojën. Do të thosha, përpjekja që ka bërë Panajoti në fillim të kapitullit dhe në fund, për të realizuar idenë Fezi, idenë që po shkruhet një vepër, nuk i shton gjë romanit. Edhe këtë e di më mirë edhe zonja Irena. Nuk i shton gjë, edhe mos asosh se këtë, nuk i shton gjë asaj gjendje artistike që ka ardhur në mënyrë shumë natyrore deri në fund. Pra, edhe mos ishe kjo tentativë për mua, që ka ngerë si tentativë. Në analizë të fundit, në këndvështrimin tim, libri është një sukses për autorin edhe pak më tej. Nuk jam dakord në njerë që nga dëshire e mire, Kurane dhe shumë të tjerë, vënd sinore, në kuptimin klubi kryes regionian, deri te muzina e të tjera. Këtu flasim për letërsi dhe prurje në letërsi. Nuk ka sinore geografik, besoj e Kurani jemi dakord me këtë. Dhe unë them që ka një prurje realisht në aspektin e trajtimit të personazheve, të situatave, të intensitetit të tyre, dhe është një realizëm. Është një realizëm për mënyrën si e ka sjell perceptime shumë vjeçare për jetën në emigrim, sfidat dhe Panajoti ka nuk shkruan për terrene që nuk njeh. Edhe skenat
dhe përshkrime që bën të themi për Londrën, i ka shkelur vetë. I ka shkelur vetë, dhe unë e di, dhe i ka thënë me realizëm. Unë do të uroj e jo vetëm autorin, por edhe shtëpinë e mërmadh tashmë Toena, që ka sjell në letërsinë shqipe kontribute të jashtëzakonshme. Përfshi edhe kontributet e Panajotit me një estetik botimi, me një kulturë të veçantë. Falenderit. Urdhro Fajzo. Fajzi Hysi, një mik i vjetër i Panajotit. Ka lexuar se shumica nuk flasin. Flasin shumica pa e lexuar. Dhe flasin për vlerat estetike. Gjitha librat ja kam lexuar Panajotin, do vazhdoj të lexoj. Shikoj që nga motivi do të kenë shumë cilësore. Dhe kjo na dëzon nga një shpresë të shijojmë edhe krime shumë të bukur. Do ta bëjmë një shprehje nga libri që ka thënë përshtypje. Gjithësha majtë të kodrës, për në qëllade të perspektivë të arës. Bravo. Kush dëshiron tjetër? Atëre, duke ju falënderuar të gjithëve për praninë tuaj, për ata që diskutuan, unë dua të falënderoj Panajot edhe familjen tënde, netën, djalin, të cilët me shpirt janë këtu, dhe të lexosh komentet që i bën Bledi për librat e tij, thua dardha ka rënë të ndarë. Sipas procedurës i Zoti i vendit. Urdhroj dash, do vish këtu apo do flas andej? Por shumë për mua, do të thotë çik për shumë nga mendoj unë. Dhe i falenderoj, se pari ju falenderoj juve që jeni këtu, që beganisët, po e them që popullorët që erdhët në këtë promovim të librit tim, dhe falenderoj të gjithë ata që folën, të cilët me thënë të drejtën u futën në synimin tim, u futën në qëllimet që kam pasur unë për këtë libër, për këtë roman. Ata që kanë lexuar, do të thanë mendimin, po e për ata që se kanë lexuar. Unë kam bërë disa libra, si që thanë këtu, dhe përpiqem që në librin e ardhshëm të jenë, si thua, më cilësor, më shikoj nga gabimet, nga ato që vetë që shpesh nxjerr dhe vetë gabimet, jo të tjerë, ato të metat e librave, dhe jam munduar në këtë libër, qysh të fillim, kam dashur që të bëj një libër vërtet cilësor, sepse tematika është e tillë. Të gjitha episodet që janë në libër, përfshirë kapitujt dhe episodet brenda kapitujve, janë ngjarje të përjetuara nga unë. Do me thënë, nuk janë ngjarje që janë ngjarje të përjetuara. Është një titull brenda saj, të cilën unë atë titull e kam marrë dhe kam bërë letërsi me atë titull, po është një fakt. Që nga personazhi kryesor, që nga Liana, është një personazh i njohur, që nga Diana është një personazh i njohur, që nga tjera. Natyrisht, e tham duket Natasha që nuk është i njëjti njeri. Janë disa, po unë kam mundur që brenda të një person të përfshij të gjithë këta. Dhe besoj se pak a shumë ja kam arritur këtë qëllimit. Dhe kam trajtuar disa tema cilësore. Liana, për shembull, për mua është një personazh që mund të jenë disa dhjetra, qindra Diana ose Liana në Greqi ose jashtë Shqipërisë, ku që ka vajtur atje. Po kjo i personifikon se këtu është të gjitha, është një tipizim Liana. Personazhi tjetër që ka vajtur ajo aktoria greke, përfaqëson popullin grek, jo vetëm përfaqëson popullin grek që i priti me bukë e shqiptarët. Është një përfaqësuese.
vajzat janë trafikuar, përfaqësojnë si thua tipizojnë gjithë ata trafikantë, gjithë ato femra që janë trafikuar në Greqi që ne i dim. Pra, nëpërmjet Lianës, këtij titulli, unë kam mundur të pasqyroj një realitet të ndodhur në emigracionin tonë në Greqi e në Tiranë. S'dua të flas më shumë, edhe njëherë ju falenderoj. Do përpiqem që, se u tha këtu kam 85 vjetorin, nuk e di sa e kam, mbase ashtu ky nuk është libri i fundit është i gatshëm, ja kam çuar atë, kam një libër që kam me personalitetet të luftëtarëve të lirisë dhe deri në fushën e artit të kulturës së tjera për Delvinën. Kam një libër që është një, si thua, një publicistik historike, do të thosha. E kam të gatshëm për ta çuar. Natyrisht në projekt kam edhe libra të tjerë që do mundojmë, por nuk e di që do të jenë si Liana që thonë ju apo jo, do përpiqem që të jem. Edhe njëherë ju falenderoj. Siç jemi këtu tani, kemi një koktejl të vogël në këtë lokalin këtu. Ju lutem, jeni të ftuar të kalojmë